Në shtëpi ku varroset diniteti i gruas. Big Brother. E lexova një shkrim, tha 55.000 vetë live e kanë këshirë të fjetë njëzë mërana, të fjetë. Po ka që i qmendur du të me konë kjo popull me këshirë njëri në gjumë 55.000 vetë. Po me të folë në djetari madhë që të folë për atom, me thonë që nuk shënë e popull që të folë për me shpëtu populli, se këshmi këshirë ka shumë. Kjo tjep me kuptu shfar gjendje jemi. 55.000 vetë me këshirë në gjumë, një të pandershme dhe një të pandershëm, që e kanë tretë moralin në borë familjet veta dhe kanë namën e ka zush ka është moralin familje. Inshallah nuk ka pe gjemati tonë të në gjamin që i këshyra të. Se vallahi s'dhy namazi. Nuk dhy namazi. S'dhy. E di që ka thonë Rasulullahi. Ka thonë dejuzi nuk e një njërë e gjenetit, edhe nëse i falë 5 kohë namaz. Thot, ku shonë dejuzi? Thot, ati që si vjen mare për i gruës vetë dhe qikave të veta. Që shë këshyrte me familja të turpa tje. Ku e ki moralin, ku e ki islamin, ku e ki namazin? Që shkeron atë nivello dhe i doshë? Që shërën në këtë gjendje?